Me sa dim të gjithë sot do zbulohen dhe 3 finalistët e tjerë të Big Brother VIP Albania. E para që është seleksionuar është pikërisht Selim Bollati dhe pritet të zbulohen dhe 3 të tjerët që do t'i bashkohen asaj në finale. Disa mendojnë se do jetë Miri Rogerti dhe Mateo ata që e meritojnë më shumë shkuarjen në finale, pasi kanë bërë shumë lojë të fortë. Ajo që dihet me siguri është që do të jetë një nga netët më emocionuese të këtij sezoni. Gara mbetet shumë e fortë mes tyre dhe publiku mezi po pret të zbuloj finalistët. 2 prej tyre sot do mbyllin dhe rrugëtimin e tyre brenda në shtëpi. Ata të 4 do të përballen kok më kok në natën e madhe të finales javën tjetër. Finalja e këtij edicioni do të mbahet në 18 prill, ku do të shpallet edhe fituesi i çmimit të madh, pas një gare që ka qenë ndër më të komentuarat e sezonit. Cili nga banorët do të lësh shtëpinë sonte dhe kush do shkojë drejt finales? Ju si mendoni? Komentoni dhe jepni dhe arsyen pse e meriton. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.